Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur petullat e fundjavës, janë të përshtatshme për çdo vakt dhe një ide shumë e mirë për t'i marrë me vete edhe gjatë ditëve në punë ose në shkollë, pasi ka një veti shumë të mirë që shndrojnë të buta edhe pasi ftohen. Qëndroni me mua, ti përgatisim bashk. Janë pa maja, pa pluhur fryrës dhe pa sodë. Në një enë do shtojmë 2 vezë, 300 ml qumësht, 1 maj luge ose 1 gjysëm luge çaj me krip dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles. Kështu do njoftoheni çdo ditë dhe çdo herë që postohet një recetë e re. Pasi kemi përzier 3 përbërësit shumë mirë, do shtojmë 300 gram miell. Nëse nuk jeni të sigurt se sa përthithës është mielli ose nëse nuk keni një peshore në shtëpi, mund ta shtoni atë pak e nga pak, duke e përzier dhe duke e parë me sy derisa të formohet kjo masë brumi që tregohet në video. Është një masë si për krepa. Pasi e kemi përzier shumë mirë, në mënyrë që të mos mbesin kokriza, do shtojmë 150 gram djath, mund të shtoni djathin tuaj të preferuar ose çfarëdo lloj djathi që ju gjendet në frigorifer. Do vazhdojmë përzierjen dhe do t'i skuqim në vaj të bollshëm menjëherë. Pra nuk është nevojë as të pushojnë, as të vinë, as pak. I skuqim menjëherë sapo e kemi përzier shumë mirë të gjithë masën. Fillimisht vaji duhet të jetë i nxehtë në temperaturë mesatare, më pas do ta ulim dhe do t'i skuqim në zjarr të ngadalë duke i kthyer her pas here në të dy anët. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Pasi i kemi skuqur, i vendosim me një anë në një pjatë me letër kuzhine do ishte mira në mënyrë që të përthithin vajin që marrin dhe më pas i vendosim në pjatë dhe janë gati për t'i shijuar. Nëse i konsumoni të ngrohta janë akoma dhe më të mira, por qëndrojnë të buta edhe pasi ftohen. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për të gjithë kohën që kushtoni kanalit tim. Dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit!